Allahu i lartësuar në surën Hujurat, surja Hujurat konsiderohet prej sureve edukative, do më thonë suret në të cilat Allahu i lartësuar i edukon besimtarët se si të sillen së pari me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj me besimtarët e tjerë. Dhe shkaku i zbritjes së surës Hujurat në gjuhën arabe do të thotë murat. Mur, do më thonë shumës i fjalës mur. Shkaku i zbritjes së surës është se disa besimtarë të shkretinës, kur vinin të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e thritnin prej larg. Ja Muhammed, prej larg, do më thonë e thritnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk kishin edukat që t'i afrohen dhe t'i jepin selam dhe t'sillen si njerë, po prej larg e thritnin ata. Andaj Allahu i lartësuar thot, e zbret Allahu i lartësuar këtë sure për t'i bë tërbije këta njerëz të cilët ishin nga larg dhe nuk ishin edukuar si duhet. Po ashtu në këtë sure Allahu i lartësuar i cek edhe disa rregulla se si duhet sillen muslimanët dhe besimtarët ndërmjet veti. Thot në njërin prej ajeteve të kësaj suresh Allahu subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Me të vërtet, besimtarët janë vëllezër, andaj pajtoni në mes tyre. Allahu subhanahu wa taala tregon se besimtarët janë vëllezër. Vëllezëria e tyre është vëllezëri në besim. Dhe ndonjëherë vëllezëria në besim është më e fortë se vëllezëria në gjak. Në momentin kur vëllau prej gjaku e shan Allahun subhanahu wa taala, e mohon fenë e tij, nuk i respekton urdhrat e tij, ndërsa një vëlla tjetër prej feje është i devotshëm, fal namaz, agjeron dhe i respekton urdhrat e tij, atëherë ndaj këtij ke më shumë hak se sa ndaj vëllaut prej gjaku i cili e armiqson Allahun dhe fenë e tij. Sepse vëllazëria në besim zgjat në dunja dhe në ahiret, kurse vëllazëria prej gjaku është vetëm në dunja. Kjo nuk do me thonë se ti nuk ke hak ndaj vëllaut prej gjaku. Mirë po në momentin kur ai është armik i Allahut dhe e shan fenë e Allahut, atëherë do me thonë si krahasim, haku i fesë është më i madh se haku i gjakut. Ndërsa kur është edhe vëlla prej gjaku, edhe vëlla në fe, atëherë ka më shumë hak se sa ai i cili është vëlla vetëm në fe. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër të po kësaj surës Hujurat thot: Ja eyyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum. O ju që keni besuar, mos të tallet një grup, një pjesë e njerëzve me një grup dhe një pjesë tjetër, sepse këta me të cilët tallen mund të jenë më të mirë te Allahu se këta që tallen me ata. Do të thonë mos u tallni me njëri tjetrin. Mos u tallni me njëri tjetrin, qoftë ajo do me thonë për cilësi të ti, apo për pamje të ti e kështu me radh, sepse ndodh që ai me të cilin je duke u tallur të jetë më i mirë tek Allahu subhanahu wa taala se sa ti, i cili mendon se je më i mirë se ai. Thot Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër surës Hujurat, e njëjta sure, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Thot mos e shani vetveten tuaj dhe mos e quani njëri tjetrin me llagape të këqija. Ajo që është interesant këtë ajet se Allahu thot mos e shani vetveten tuaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë mos gabon ndonjëri prej jush ta shaj babën e vet. Mos gaboj ndonjëri prej jush ta shaj babën e vet. I thanë, o i dërguari Allahut, ja Rasulullah, si mundet njeriu ta shaj babën e vet? Si është e mundur njeriu ta shaj babën e vet? Dhe si është e mundur njeriu ta shaj nënën e vet? Thot pejgamberi alayhis salam, në momentin që ti e shan babën e dikujt, bëhesh shkak që ai ta shaj babën tënd. Dhe në momentin që ti e shan nënën e dikujt, bëhesh shkak që ai ta shaj nënën tënde. Prandaj mos u bën ti shkak, mos e shaj vetveten duke i shar tjerët. Sepse kur i shan tjerët ata të shajnë ty sikur ta kishe shar vetveten.
Po ashtu Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër të po të njëjtës sure thot: Ja ejuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. O ju besimtar, largohuni nga shumë prej paragjykimeve. Largohuni nga mendimi i keq për vllaun e juaj. Mos u bën që të kesh mendim të keq për vllaun tënd vetëm mbas të asaj që e sheh ti, sepse veprat e tij dhe zemrën e tij ti nuk e din. Andaj mos ke mendim të keq për vllaun, sepse mendimi i keq do të shkaktojë që të flasësh keq, ose mos sillesh mirë me të. Wala tajassasu, dhe mos e shpiononi njëri tjetrin. Mos e shpiononi njëri tjetrin. Shpionimi është, do me thonë, të mundohesh të arrish sekretet e dikujt tjetër. Nuk i lejohet besimtarit që të mundohet apo të gryej për të arritur sekretet e vllaut të tij. Ato që janë sekret të atij mos u mundo t'i arrish, sepse nuk është cilësi e besimtarit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Islami mirë të një njerë është që t'i lej gjërat që nuk i interesojnë. Shikoj e vlla punën tënde, do më thonë. Mos u intereso për sekretet e të tjerve, sepse nuk është cilësi e besimtarve. Po ashtu vazhdon ajeti dhe thot: Wala yaktab ba'dukum ba'da, dhe mos e bëni gibet njëri tjetrin, mos flitni keq për njëri tjetrin. Pejgamberi alayhis salam e sqaron se çka do të thot gibeti apo përgojimi duke thënë: El gibe dhikruke akhake bima yakrah. Do me thonë, ta përmendish vllaun tënd me diçka që ai e urren t'ja përmendish kët. Do me thonë, të përmendish vllaun tënd me diçka që ai nuk e pëlqen ta përmendish. I tha njëri prej shokëve të tij, i tha: Ja Rasulullah, po nëse është te vllau im ajo që unë e përmendi, nëse është e vërtet, më thonë unë e përmendi me diçka që është e vërtet. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Nëse është e vërtet, faqad iktabtahu. Nëse është e vërtet, e ke bërë gibet, e ke përgojuar. E nëse nuk është e vërtet, atëherë është ende më keq, ke bërë shpifje ndaj atij. Do me thonë, gibeti apo përgojimi apo të flasësh keq për dikën mbas shpine nuk është i lejuar dhe është prej mëkateve të mëdha. Është prej mëkateve të mëdha e cila barazohet apo i afrohet mëkatit të konsumimit të alkoholit e kështu me radhë, të cilët janë mëkate të mëdha.